Koncepti një programi të tërë vaksinimi fillon që në fëmirinë e hershme, sa lindin, dhe përvijon gjatë gjithë jetës. Pse e themi këtë? Është një program i cili mendon në të gjithë etapat e zhvillimit njerëzor, deri në përfundimin e jetës, sepse normalisht ne rekomandojmë shpesh vaksinimin për programin kombëtar të vaksinimit në moshën fëminore deri në 18 vjeç, dhe ndërkohë promovojmë më pas aplikimin e vaksinës së gripit sezonale. Ndërkohë është vendosur ose është përfshirë vaksina e Covidit. Ndërkohë ne kemi vaksinimin e udhëtarëve. Ndërkohë vijojmë të vaksinojmë për arsye të ndryshme prevenimi apo parandalimi të mëtejshëm në faza të avancuara të disa sëmundjeve, siç mund të jenë vaksinimi ndaj formave alergjike, i cili vazhdon për një individ gjatë gjithë jetës, sepse fuqizimi i imunitetit sigurisht që duhet induktohet përveç pjesës së fëmirisë së hershme me faktorë të jashtëm të cilët rrisin imunitetin. Programi kombëtar i vaksinimit sigurisht që luan një rol themeltar në politikat e parandalimit në shëndetin publik. Dhe këtë e themi që në momentin e lindjes në 12 orë të para, ku ne kemi 2 vaksinat fillestar, atë të tuberkulozit për të minimizuar sëmundjet infektive tuberkulare, siç është meningiti tuberkular, deri